Knajtësia më e madhe gjatë pastrimit të lëkurës përjetohet tek hunda, tek këta qoshet e hundës, sidomos kur shkon këtu afër vrimave të hundës. Ua, që knajtësia! Kur dalin këto qikat, kanë me shi, oke, kanë me dhim të kry. Edhe kur të shkoj Alba të qikat, Alba, vetëm për të ty s'të bëjmë. Ta është mu kur të shkojna, kur të vesh në Prishtinë me shku të këtu ma bojnë blok. Blok e Bojnë mos e dera. Ose sa ta shofi që Alba afrojt e dera, nga open ta këthin close. Se të shojnë ty të njësina këto. Blok e ki, hajt, moj dështi, kise ki. Wow, që knajtësia. Mi jam bëu sytë lotë. Le të pastrohet mirë atë. Nështë të pika zeza në ka, po... Që knajtësia. Faleminderit. Edhe bashkë në rejnë dhe sa... Do durohem. Mësme po, heq mësme po së pika zeza. Po, edhe është ta që i ri gati, s'po dim. Edhe me kap zbëj. A që të pikat që i kanë, i du s'ka lidhje. Posh, shumë të e shumë. Në batu shumë. Jo, se kom thash. Dhe këtu nuk e aplikoj do të procedurat që i bëjnë shpi, shembo gjdo natë e pastroj ftyrën, pastaj e bëjmë me këshu, me ujë me akull, që mbyllen poret tamam. Njëre bëj me avull, pastaj i bëj pastrimin e ftyrës, pastaj e bëj me ujë me akull, e mbaj nga disa minuta në ujë me akull ftyrën. E mbarë këshu si pjatë të thellët, plot akuj aty edhe ujë të ftofët, edhe flej gjumë si qingjë. Ama këtu si bën dot ato gjëra. S'ke ka, non stop, edhe si ke gjithë gjërat. Nita, unë në shtëpi, çdo mbrëmje, e bëj njerë ftyrën me shumë avull. I bëj pastrimet e ftyrës, pastaj e marr një pjatë njëherë me avull. Qas me një tenxhere, Vërtet? edhe qas një peshkir në kry, edhe qashtë të mblitë mzinet fryma. O, sa mirë, do provoj edhe unë me kamomil. A në mëngjes e shti kryt ftyrën në akull. A unë shi si e bëj procedurën. E bëj një me avull që të lirohen poret, hapen poret, pastaj bëj pastrimin se poret janë të hapura, pastaj pasi bëj pastrimin që t'i mbyll direkt e poret, mos marrin bakterje, e fus kokën në një pjatë të thellët me akuj, me ujë me akuj. Edhe e di si shndrin lëkura, sa bukur bëhet, edhe flej gjumë si princesh, si qinsh më dhe në gjumin. Te ki lëkurën e mirë, pastër te ki, po veç e monë grimin, ka mundësi që i bën dam pak. Vërtet? Që është te ki të mirë. Sa mirë ndihem kur flitet kështu. Anita nuk e di, edhe Lita e ka shumë të mirë, për zotin. Edhe ka disa shenja kështu lëku që e veçojnë shumë. Si pika. Po, që asë nuk du mi hek, që veç sa ju thash qikave. No, mos i hiq, se duke shumë bukur, shumë e veçantë, shumë ikonike. Joni, pasha zot shumë ikonike dukesh, mos i hiq. Jo, si heki, mo jo në asë jarë si trajtoj këto.
Hiperpigmentema, qa i thonë kësaj? Ama e di sa ikonike Po jo dukesh? sonë e di, që ata si heki. Edhe që më duken si milyme. Edhe me ata syt blu, edhe ata pikat ashtu, wow, fenomenal dukesh. Hajde, procedura tjetër. A keni një pasqyrë tjetër? Ja, e pastaj. Okej. Që pak ma këthem prapë. Hajde me turne, pasqyra. Wow, sa mirë. Ua, sa që kam pastru. Ashtu me pastruar koma. Wow. Dallohet shumë diferenca, për zotin, po i shoh pikat sa jam pastru. A, produksioni po kërkan. Shqipo i veri këta pikat e mdhaja që kanë qënë që janë bosh tani, që janë të skuqme. Sa pas kam pas nevoj. Kur e shoh kështu vete nga afër më shpifet. Kur i shoh detajet. Po shi sa pika kam, plot pika jam. Se di, këta pika që i kam unë kështu, plot pika, që është si lëkur portokalli. Qa mund bëj unë diçka... Se unë kam 2 vite që e bëjnë Tiranë, po më duket se nga smogu ajrit atje, edhe nga ushqime që si kemi gjitha bio, kur kam jetu në Strugë, kam pas si beb lëkurën. Pa pika e kam pas. Po kështu operaciona, ka me i zhduk komplet pikat e lëkurës? Qa pyetja, ka operacion për me jesh pikat e lëkurës? Moj se shoh do të vetën ti me shumë pika kam. O sa mirë. Kështu ka lezet. Kështu ka lezet. Atë Uj është thjesht uj? po, Edhe kjo është shumë e ka mos. jo, se kam e di. O, kështu ka lezet. Vetëm vetullën ta kësira. Besa e kuptove se ku e kam problemi të vetullën. Ma ka lënë gjysë. Wow, ka lezet. A mund ta dalloj pasaj se sa ka heq? Ta shohim? Pastaj në fund. Okej. Pika e do pasqyrë? Thank you. Që kjo produksion ka vënd të shtash në kur, më jetë shumë hidratem. Okej. Edhe të është ashtu ma sa gjatë. Në shtash për që tash nuk e shesh shumë, po prej nesrit kështu, Okej. se hin pa papel në lëkur, që vetë si për pasora. A pse është kjo me ujë?
Se kemi në kuratave e kja dhe një mos. E që mos më ka kësha të zhuru, por atë unë të parës me të një dhe Okej. është shumë e mirë dhe për qita dhe është shqetësi të shumë A mirë. me pastruar diçka? Nuk, A sot s'bën me bëjmë gjë, okej. Se në Tiranë e përdorin ndryshe Se të do me lanë shko që në atë dhe hydro e po përdorin në dhe e kja dhe një larë se të që në shumë. Okej. Nuk e di qatë të përdor, është një palasi në kokra, edhe sa ma shumë që e përkën, dhe me thonë, e shkrin që ato kokra, ajo ndihmon shumë u balencu pH-ja e lëkurës. Është shumë e mirë për mikrobiom. Po është edhe një SPF. Unë e kom një larës La Roche. Okej. Ta kësha preferu me provu. Okej. Nëse momentin që e shkrin mirë, e përdor mirë, ndikon shumë. Nëse e len, shtu veç hajta dhe? Jo, jo, fytyra, normal nuk pastruar, Po, veç qartë. e di. O, vlaj madha, me duhet edhe rakje një kështu sot. për Më masazh. vrejë, po. Vrej që një. Kemi nevojë për masazh. Normal tretmonet i bëjt e Vesa, edhe Vesa më thot që të suani që s'di qa me të bo, se ti i bëm kitë shtëpia. Ta më hajta të bënë mes. Faktorën e skuqme, po të kalon për një orë. Po, se kam problem. Ja, qes tash, e qatë sa... Këmë në shumë kohë. Ja, që ta qatë me vazhdo japja. Sa më demin muskuit. Edhe lëkura më që nga tha shumë këtu. Shifre sa më shta lëkura. Unë se kam pas këshu lëkurën. No. O Nit, a thu ta kemi nga jacuzzi këtë lëkurën këshu të thatë? Nita. Më shta shumë lëkurën në trup, shifre të këmbë. Edhe mu, A thu nga ekstrem, jacuzzi kur kështu brëm, se kom apo? pas. Jo, jo, prej që kom ardhën e kam. Edhe unë. Edhe muskujt po më demin shumë. Ja, këtu i prek më duke si ku me më rrath. Shumë demin. Na duhet edhe një masazh nga vaj math, lutem, të dielën tjetër. Sa është edhe ndetin a qënë. Edhe scrubbing lëkure, trajtim lëkure. Shumë është. S'ka lezit të kustanët kër i veshëm kështë. Po, në është e album nuk më përdo. Se ka përdo më në në. Wow, sa të lëkura. Qysh lëngë? Syze po s'di. Se me nua se të ka hi në sy. Po, Kuptova që do të në. të bëjmë trajtimin e kësëzohë me radiofrekuencë, nëse nuk është e dërushme, se është... pak Alba e kam ndryshme. vetëm knajtësi. Dregu, nëse nuk është e dërushme, vazhdoj me flasë. Nëse nuk është e durueshme knajtësi. Alba dhe operacionet i bën pa anestezian. Specie në zhdukje. Kena me të mjellë, pak para se mu zhduk. Me të shumu, me të leon, halon, këtë botë. Me Jo, një fare, univers, shumë me një univers të vete. Kam nisë të ju tash përndaj virusin, Delulu Alba. Virusi i ri në treg, Delulu Alba. Dëshironi të infektoni njerëzit me Delulu Alba. Merrni një fije qime nga Alba dhe hidheni në trupin e tjetrit. Sa mirë. Sa super. Në kushte normale, procedurë shkojmë edhe me sene pak më putë, apo të e ditë që keni me dalë pra normal make-up i sene vene sene ato në sene që nuk e të mundohet. Nesër ditë prime, zhëllina, të ta bësh super yje. Edhe sot s'do lejoj asë kënd me ma prish energjinë e ditës. Me komës Me me të gjithë këtë njoft. trajtim nga zhëli, Me komës me të njoft shtret kësha ble.
Ja ke për ta pa. Sot do leje as këtë ma prish energjinë e ditës. Tani Më tha idioti që para, Alba të flasim pak pas një 2-3 orësh, po i thash. Tani zonin të kallëzojnë. Ke drejt ta marrësh papuçe dhe të lëshohesh me papuçe. Më. Për vete kam një Me pal toka. papuçe gome, një pal papuçe të lehta. Tyrë se me hun diçka bardhë. është për betiko. Okej. Apo ndjen Shma se s'moj me lamë së të mi qashtu. që të pavetë. Me menu njerës që... Jo, Me menu njerës që më kanë shku mund. në fakt, po thuaj se jo. fare. Qa janë këta pikat? Kjo është përsirja e vitamina, eksozone në vitamina të ndryshme. A normalisht sa duhet të ndjej? Bardhat. Dush në ndjesh pak si energji. Ishte Po, më Jo, me sikur. Se... Aha, që dua? Në fakt, duhet të ndjej fare energji. Kanë bu pak si këse milja. A din që është? Po e të shumë një këto. Do të djegët pak e kura me një palisje, edhe të nxerët ajo, po të më përsu sheki edhe që të një harë, nëse prakto. Po këto kanë ka shumë shpafrose që fryhën, më ndi vetë kështu pjokën edhe vetë dohin. Okej. Se që nuk është diçka. prapë jo. Ja. Nuk është mirë për do orë me prejtë të kurën me ujë, se ujë e prish procesin. Okej. A ka dikun që të kam itë? A dhe jo, probiotik? Jo. Që qëto? Tek, Jo. nuk më si është u përkthit. Okej. Asë ndëshmërin e dhimbje se pas. Qa po bojna për under eyes? Për zotin të ndjeja se gjë. Po të që tash më ka hejtë. A sa është niveli që ma ke bërë? 40 intensiteti. është niveli më i lartë apo? Jo, më që është në mes. No, më mos i Kush është më i lartë? Jo. Bëje, rritë se s'po ndjeja se gjë. Për zotin, një 60 paktën. Okej. Sa është tani? 50. S'ndjej gjë. Për zotin. Shtëpi për thitët. Tjerë s'pash ndjeshmëri. A normalisht njerëzit si e ndjejnë nivelin e 50? E ndjen energji se normalisht si lloj rryme, radiofrekuencë. Unë fare, nuk po ndjej asnjë lloj radiofrekuencë. Kështu po të përthitët komplet, po thjesht ndjeshmërinë e ki të lartë. Tojtë. Apo me në hapis E shef tash, nuk e kam problematike. A këtë se kisha bërë asnjëherë, hera parë është. Kjo ndihmon për më përtit për produktin shtresa më të thella të. Qarta. Okej. Ama vetëm energji që nuk po Kur ndjej. që ashtu si kom pas sy, veç të mos lajtë me rrejt. Po, në gjumë ndikon shumë. E di qa ndjej vetëm ajo shtresa që po bëhet në lëkurën time, po jo ndjej diçka unë. Energji, radiofrekuencë. Me qute 60-a. Ha? Ose komplet të 10-a fare. Sa është tani? 70. Moj fare, nuk po ndjej asnjë gjë. Wow, interesant. A është problem fakti që s'po ndjej? Jo, ka persona që nuk e ndjenë. Është thjesht niveli ndjeshmërisë thimbjes. Kjo nuk e ki shumë të lartë. Po fare, Fakti ki shumë s'pastëm. Shofim Nita, si do e ndjeje. S'ma mërë me indja që edhe Nita do e ndjeje. Jo, një tasko me bërë me ato. Okej. Mu po më thojnë ti e pas ke pastru lëkurën quetës. Dhe me thëmë tani jam nivel ndjeshmëria 70. Unë s'po ndjeja si gjë. Okej? Zbulova një si të re të vetja. Këtë kohën e fundit e di që kam zbulu të vetja, e shof diellin, moj gjysmë ore e shof diellin, kur i heq sy nga dielli prap shof normal, nuk më pengon fare. Edhe i shof gjithë ngjyrat e diellit, gjithë ata reflektime, gjërat. Më përpara kur e shifja diellin, disa sekonda i heqim syt apo jo. Unë tani e shof diellin, edhe nuk kam problem ta shof diellin. Vetëm i shof gjitha reflektime që jenë dielli. Gjitha forma, gjitha ngjyra, gjitha gjërat. Edhe kur i heq syt pas gjysmë ore nga dielli, unë prap shof normal.
Do me thënë, nuk kam problem të shoh diellin, gjysmore pa ndalë, 1 orë pa ndalë. Nita, ke dëgju kështu ti? Jo, qatë dëgjoj për ti janë s'kum dëgju korë. Për zotin e shoh Ti diellin, je muzuma e keq. shoh gjysmore, e shoh 1 orë, nuk më pengon të shoh diellin. Edhe i shoh gjitha forma, gjitha ngjyrat. Edhe kur e shoh diellin vazhdimisht, bëhen edhe si ngjyra ylberi përreth diellit. Edhe dritat që shpërndahen, edhe kështu si rrugë, si kanale. Nuk e di, është shumë interesant pasqyrimi i diellit kur e shet non stop. Edhe Nita kur e shoh unë diellin vazhdimisht, formohen edhe kështu si ngjyra ylberi përreth diellit, për zotin. Si kështu si kornisë rrethore, ngjyra. Alba, Urdhra. ti e dita që jemi një univers tjetër. Moj, unë e shoh diellin dhe s'pengon ta shoh diellin. Unë dritën s'ka shansë me pa, e di diellin. Më pa mërit. Edhe dritat kur nuk është të më pengojnë. O, shkujse, shpina. Edhe ditë, përveç që i shoh ata si shirita, se si dielli e sjellat pjesën e rrezeve, shoh edhe formë rrethore, si shpërndahen valët, shoh edhe ngjyrat e ylberit përreth diellit, përreth kornizës diellit bëhet kornizë me ngjyra ylberit. Plus, në një formohet si një kështu drejt meje, si shirit i zi, edhe që dielli merr si një formë rrethore të zezë dhe forma rrethore e zezë vjen drejt shiritit. Nuk e di, është shumë interesant. Edhe sa e ka Alba, Përfundova? Okej. e ka nisë mjodhim kryt? Faleminderit. Wow, sa super. Moj, a keni një palë kështu ekstra të kisha marrë? Unë s'kisha. E kuptoj. Po të keni një palë ekstra të lutem. Ju lumë shindurt. Ju lumë shënduar. Kalu shqipni. Zholi, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ka gjë, normale. Edhe ju. Wow, knaqëm. Faleminderit shumë. Pashëm, kalu shqipni. Po, me gjithë që im do vi, për zotin. Sa herë që do vi në Prishtinë të ju do vi. Të Zholi. Miru pashëm, kalu shqipni. Shumë faleminderit. Të futem në vibe-in chill mode. Që chill mode s'ke që të ratë e një jashtë. Jo, sot Zholi, asë kënd me ma prish super energjin që e ka marrë nga gocat e Zholis. Okej. Për zotin, Shumë shumë mira. faleminderit. Më keni knaqë. Qika, kalu shqipni, Sa e më shumë faleminderit. suksese, shnet, E miru pafshim. A doni t'ju sjellni gjë tjetër për të pi para se t'iki? Edhe kështu kemi pije natural, Go Plus. Se di nalta thire. Shko ti që thire Aurora, no? Ju bëft mirë. Faleminderit. Aurora me... Të fala shumë Zholis. Edhe sa më shumë suksese, asaj edhe juve gjithashtu. Kalofshit mirë. Të fala edhe nga shtëpiat.